Nga e hëna, në Tiranë, Durrës dhe Kamës, nxënësit deri në klasën e 5 do të mund të ndjekin shkollën verore. Fokusi do të jetë tek fëmijët, të cilët janë nga klasa e parë në klasë të 5, por nuk përjashtohen edhe nxënësit e tjerë të shkollës të cilët duan të frekuentojnë shkollën verore. Ministri e Arsimit Ogerta Manastirliu theksoi se projekti do të jetë 2 javor. Shkolla verore, e cila do të nisë me njëherë pas përfundimit të procesit mësimor, në datë 16 qershor, do të zgjas për 2 javë. Pjesë e këtij programi do të jenë rreth 1000 fëmijë. Janë 8 shkolla në Tiranë, duke filluar nga kjo shkollë ku ne sot jemi këtu, në kombinat, që shkolla Lazgush Poradeci, në shkollën Kosova, në shkollën Andrea Stefani, shkolla Kiço Blushi, në shkollën Avni Rustemi, Emin Duraku, në shkollën Qazim Turdiu, do të kemi në shkollën në Kamës, dhe gjithashtu në një shkollë në Durrës, Eftali Koçi, me synimin që vitin që vjen ta shtrim dhe në shkolla tjera, edhe për grup mosha të tjera. Ministri ashtoi se pranë fëmijëve do të jetë dhe psikolog. Në këto 10 shkolla kemi vendosur që të kemi edhe një psikolog apo punonjës social, pjesë të stafit i cili do të merret me aktivitetet në shkollën verore, do të kemi infermierin dhe gjithashtu dhe oficerin e sigurisë për të patur një ekip multidisiplinar që kujdeset, që ofron dhe garanton sigurinë. Manastirliu e cilësoi nismën një fillim të mirë për ta vijuar në vitet e ardhshme në të gjithë vendin, por edhe një mundësi që fëmijët të jenë mos social, por edhe prindrit të vijojnë aktivitetet e tyre.